Ajo është një ditë që faktikisht ka qenë jo shumë e mirë, po për mu ka qenë shumë e mirë, po ka qenë edhe dhimbshme. Okej. Lindja e vajzës, se kom qëndru 8 orë në operacion. Wow. Edhe kom qenë vetëm shok e poshtë e mpime, do më thonë kom ndjej ato. E ke ndjej. Që ka ndodhë, kom pas me hup edhe unë jetën edhe vajza e krejt. Po momentin që unë e kom pa vajzën, ajo ka qenë momenti maj mirë i jetës tem, edhe kisha pas qef edhe një herë që është me përjetu. Do me thonë, edhe përkundër aty në dhimbjeve që ke pas gjitha këto, knatësia, ajo lumturia, ja ka vlet, e ka te kalu ato, e kishe rikëthy. Sigurisht, e kisha rikëthy dhe ajo ka qenë, do me thonë, një gjatë që edhe një herë që është, ishe sa ka tu, vish me po që të ndjenë. E pash me jetë gjatë vajzën. Që kom pa, do më thonë që ajo sonjëm frigu, që mos të vdes ajo. Edhe momentin që unë kom pa, edhe më kanë thonë mjek që është si kokra mollës. Mrekulli. Edhe tani mas ndena qa kom përjetu une, më kom ka interesu. Edhe një herë e kisha përjetu, jo një herë, po dhe 1 milion herë e kisha përjetu, vishat sekuencë, që unë kërë kom pa që ajo është mirë, o ka qenë ajo mrekulli. E pash me jetë gjatë, falenderoj shumë që ndove me ne, të roj ditë të mbarë. Ju përshëndes gjithë. Hajde të në të.